Rreshtit e shiut mbeten prezente në vendin ton, madje sipas sinoptikanëve, her pas here do të jenë në formën e rrebesheve afat shkurtra. Gjatë orëve të pasdites dhe kryesisht mbrëmja, risjellën anësira të dendura në vendin ton, ditën e shtunë, po ashtu nata vonë dhe mëngjesi i ditës së diel pritet që të kemi prezente rreshtit e shiut këtë herë edhe në formën e rrebesheve, kryesisht në zonat veriore dhe në zonat qendrore, ndërsa zonat jugore do të jenë disi më të mbrojtura, duke bërë që të kemi momente të pakta me pika shiu. Por pavarësisht se do të ketë lagështi në ajër, temperaturat do të vijojnë të jenë 2 deri në 3 gradë më të larta se vlera tipike të muajit shkurt. 17 gradë Celsius presin maksimumet ditën e shtunë, për sa i përket vlerave minimale në qytetet e zonave malore minimumet regjistrohen në 4 apo 5 gradë Celsius, ndërsa në urtësira perëndimore luhaten nga 8 dhe në vlerën 13 apo 14 gradë Celsius në vijën përgatare. Dita e diel do të sjellë një rënje të lehtë temperaturave të ajrit me 1 apo 2 gradë Celsius, duke bërë që maksimumet të zbresin në vlerën 15 gradë Celsius, ndërsa vlerat minimale në qytetet e zonave malore të zbresin jo më shumë se 3 gradë Celsius. Sipas meteorologëve, në orët në vijim, era do të vijojë të jetë problematike, sidomos në zonat bregdetare. Më e fortë me një shpejtësi që shkon edhe mbi 65-70 km/h në intervale të shkurtra kohore deri në orët e pasdites dhe më pas kemi dobësim të parametrit të erës, duke bërë që edhe për gjatë fundjavës të kemi një herë me shpejtësi deri mesatare. Edhe pse dita e diel në mesditë do të sjellë ndërprerje të rreshjeve, sërish të javë e ardhshme, sipas meteorologëve, do të ketë prezente rreshjet e shiut.